Fshati i vogël, i ngulitur në gjirin e kodrave, jetonte në ritmin e mullirit. Jo çdo mulli, por ai me kasht. Një ndërtesë e çuditshme, pothuajse e gjallë, me krah të endur, me kasht të artë që kërcisnin në çdo flad. Aty ku era puthte kashtën dhe dielli e kthente në ar, jeta e Gjonit dhe e Anës do të ndryshonte përjetësisht. Gjoni ishte fshatari i fshatit, një burr me shpatula të gjera nga puna në ar, me duar që dinin të mbilnin dhe të kornin, por që kishin harruar se si të përkëvelnin. Jeta e tij ishte një rutinë e shenjtë. Nga lindja në perëndim të diellit, toka ishte e dashura e tij. Por pas vdekjes së gruas, dashuria ishte kthyer në pluhur. Ai jetonte për të mbijetuar. Ajo ishte Ana, një grua me sy ngjyrë qelibari dhe flokë të gjatë si valët e lumit. Ajo nuk ishte nga fshati, kishte ardhur si një stuhi i vere, pa paralajmërim, duke marrë me qira shtëpinë e vjetër pranë mullirit. Ajo punonte me duar, por jo për të mbjell, ajo pikturonte. Ishte një piktore që kërkonte dritën e përsosur dhe e kishte gjetur atë në krahet prej kashte të mullirit. Takimi i tyre i parë ishte i thjeshtë. Gjoni po kthehej nga ara me krahun e tij të mbushur me san. Era e pasdites kishte zgjuar mullirin dhe krahet e tij prej kashte po hidhnin hije të valzuara në përfush. Ana ishte ulur në një gur, me një fletore në prehër, duke kapur në letër luajtjen e dritës mbi kasht. Gjoni u ndal, i mahnitur, jo nga piktura, por nga gruaja. Ajo dukej sikur ishte pjesë e peizazhit, një krijesë e lehtë që mund të fluturonte me erën. Të lutem, mos u ndal, i tha ajo pa e ngritur kokën. Drita është e përkryer, dhe ti je i përkryer në të. Gjoni nuk dinte ç'të thoshte. Fjalët e tij ishin mësuar me tokën, jo me komplimente. Ai u skuq dhe vazhdoi rrugën, por diçka brenda tij ishte zgjuar. Një val e ngrothë, si era që kishte ngjallur mullirin. Ditët pasuan. Gjoni filloi të gjente arsye për të kaluar pranë mullirit. Nuk ishte më rruga më e shkurtër për në shtëpi, por ajo më e gjata, ajo që kalonte pikërisht aty ku Ana ulte kavaletin e saj. Ata nuk flisnin shumë, ajo pikturonte dhe ai rinte aty, duke e parë. Herë ajo i kërkonte të qëndronte i palvizur, vetëm pak më gjatë, dhe ai e bënte, duke ndjerë se po bëhej pjesë e artit të saj. Një pasdite, mulliri ishte veçanërisht i gjallë. Era po kërcente me të, duke e bërë kashtën të shkëlqente si mjëra fije ari. Ana hodhi penelin dhe u ngrit në këmbë. Eja këtu, i tha ajo Gjonit duke i zënë dorën. Dora e tij ishte e ashpër, e thatë, e saj ishte e butë dhe e ngrothë. Ajo e tërhoqi atë drejt mullirit. "Çfarë po bën?" e pyeti ai i hutuar. "Po të mësoj të kërqesh", i tha ajo duke qeshur. Dhe pa pritur përgjigje, ajo filloi të rrotullohej ngadalë rreth tij, duke ndjekur ritmin e kraheve të mullirit. Flokët e saj fluturonin në erë dhe drita e artë e pasdites i përkëdhelte fytyrën. Gjoni nuk dinte të kërcente. Kur ishte i ri në dasmat e fshatit, ai qëndronte gjithmonë në një qep. Por tani, duke parë Anën, ai ndjeu një dëshirë të çuditshme për t'u çliruar. Ai filloi të lëvizte, ngadalë në fillim, pastaj më i sigurt. Ata nuk po prekeshin, vetëm rrotulloheshin në të njëjtën rreth, duke ndjekur të njëjtën erë. Ishte si një valzim i kashtës dhe i pluhurit të artë, një kërcim pa kontakt fizik, por me një intimitet që fjalët nuk mund ta shpjegonin. Kur mulliri u qetësua, ata qëndruan përballë njëri tjetrit, duke marrë frymë me vështirësi. Ana e shikoi me një shkëlqim në sy. "E sheh?" i tha ajo. "Edhe ti mund të fluturosh." Ajo filloi ta pikturonte atë, jo si portret, por si pjesë e mullirit. Në kanavac, Gjoni ishte një figurë e vogël pranë gjigantit prej kashte, por sytë e tij shkëlqenin me të njëjtën dritë si krahet e mullirit.
Ishte piktura më e bukur që ai kishte parë ndonjëherë. Jo për teknikën, por për atë që ajo tregonte. Se ai ishte më shumë se një fshatar. Ai ishte pjesë e një magjie më të madhe. Gjoni nga ana e tij donte t'i jepte diçka. Nuk ishte para, nuk ishte arte, por ai kishte duart dhe tokën. Një mëngjes, ai I çoi një buqet me lule të egra, jo të prera, por të mbjela në një tenxhere të vogël balte. Që të kesh diçka të gjallë në dhomë, I tha ai duke I zënë syt. Ana e mori tenxheren me të dyja duart, sikur po mbante një thesar. Ajo e vendosi pranë kavaletit dhe e shikoi për një kohë të gjatë. Faleminderit, John, I tha ajo, dhe në atë moment, një flad I lef hyri në dhomë përmes drejtares, duke tundur fletët e saj të vizatimit. Njëra prej tyre ra në dysheme. Gjoni u përkul për ta marrë, dhe kur u ngrit, Ana ishte shumë afër tij. Ajo mori fletën nga duart e tij, dhe gishtat e tyre u prekën për një sekond. Ishte një prekje e lehtë, si prekja e kashës nga era, por elektrike. Ata të dy u tërhoxën, sikur të kishin prekur diçka të ndaluar. Por romanca nuk ishte pa pengesa. Fshati filloi të fliste. Piktoreja e huaj po e largon Gjonin nga toka, shpriteshin gratë të pusi. Ajo nuk është për të, thoshnin burrat. Ajo do të largohet sa po të mbaroj pikturat e saj, dhe ai do të mbetet me zemër të thyer. Një mbrëmje, Gjoni e gjeti Anën duke paketuar valishet. Një ndjesi ftostësie I përshkoi trupin. Po ikën? E pyeti ai, me zërin që I dridej. Ana u kthye dhe e shikoi. Në sytë e saj kishte lot. Më kanë thënë se po të shkatëroj, I tha ajo. Se ti po haron tokën, po haron jetën tënde për mua, dhe kanë frikë se kanë të drejtë. Unë jam vetëm një vizitore, ti je I rënjosur këtu. Gjoni eci drejt saj, nuk e preku, por qëndroi aq afër sa mund të ndjente ngrohtësinë e trupit të saj. Para se të vije ti, unë isha një njeri I vdekur, I tha ai me zë të ulët. Bëja gjërat nga zakoni, jo nga dëshira. Toka ishte një bar, muliri ishte një kujtim I hidhur. Pastaj erdhe ti, dhe më tregove se kashta mund të kërcej, se era mund të jetë e ëmbël, se drita e pasdites është më e bukur kur ndahet me dikë. Ti nuk më shkatëron, Ana, ti më ngjall. Ana e ngriti kokën, lotët I rridhnin në faqe, por buzët I dridheshin në një buzëqeshje. Por unë nuk mund të qëndroj këtu për gjithmonë, I tha ajo. Unë kam një jetë në qytet, komisione, ekspozita. Dhe unë kam një muli, I tha Gjoni duke treguar nga dritarja. Muliri ishte I palvizur, por në dritën e perëndimit të diellit, ai dukej si një gjigant që priste një sinjal. Por muliri nuk është gjithçka. Unë mund të vij me ty, ose ti mund të vish këtu, ose ne mund të gjejmë një mënyrë që të dy botët të ekzistojnë. Ana hodhi valishen në dysheme dhe vrapoi drejt mulirit. Gjoni e ndoq. Kur arritën atje, era filloi të ngrihej, por kjo nuk ishte një erë e zakonshme. Ishte një erë e artë, e ngrohtë, si ajo që dilte nga pikturat e Anës. Krahet prej kashte filluan të rrotulloheshin, por këtë herë, nga poshtë tyre nuk doli miel, por një shi I imët me pika të arta. Ato binin mbi ta, duke I mbuluar me një dritë të butë. Ana filloi të qeshte dhe I zgjati dorën Gjonit. Kërce me mua, I tha ajo, një herë të fundit. Dhe ata kërcyen, por këtë herë nuk ishte një vallëzim I thjeshtë rreth mulirit. Ishte një vallëzim I lumtur, I çliruar, si të dy krahet e mëdhenj të mulirit që rrotulloheshin në harmoni. Gjoni e mbajti Anën nga dora, dhe ajo u rrotulua rreth tij si një fije kashte e artë. Ata nuk kishin nevojë për më shumë. Ajo prekje ishte mjaftueshëm. Ai e ndjente zemrën e saj duke rrahur në pëllëmbën e tij, dhe ajo ndjente forcën e tokës tek ai. Kur muliri u ndal, ata ishin përballë njëri tjetrit, duke marrë frymë. Shiu I artë kishte ndalur, por ata ishin të mbuluar me pluhur kashte që shkëlqente si arë.
Kjo është përgjigja, I tha Ana. Ne nuk kemi nevojë të zgjedhim midis erës dhe tokës. Ne mund të krijojmë një botë të re, ku të dyja ekzistojnë. Muaj më vonë, muliri me kasht ishte bërë I famshëm, por jo për mielin e tij. Në një nga krahet e tij të mëdhenj, Ana kishte varur një pikturë të madhe, një portret të Gjonit duke kërcyer në dritën e artë. Dhe në hyrje të mulirit, ata kishin hapur një galeri të vogël, ku vizitorët vinin nga larg për të parë pikturat e Anës dhe për të bler mielin e Gjonit. Ata nuk ishin të martuar, të paktën jo në letër, por ata ishin të lidhur nga diçka më e fortë, një premtim I heshtur që kishin bërë nën krahet e mulirit. Premtimi për të kërcyer së bashku, për të mbjellë së bashku, për të jetuar së bashku, në harmoni me erën dhe tokën. Një mbrëmje, kur muliri ishte I qetë dhe dielli po perëndonte, Gjoni dhe Ana qëndronin pra njëri tjetrit, duke parë horizontin. Ai e mbajti dorën e saj dhe ajo mbështeti kokën mbi supin e tij. Nuk kishin nevojë për fjalë. Era pëshpriste mes kashtës dhe ajo pëshpritje ishte e mjaftueshme. Ishte më mirë se çdo pikturë, I tha Gjoni më në fund. Ana e ngriti kokën dhe e shikoi me sytë e saj prej qelibari, që tani shkëlqenin si arë. Jo, I tha ajo. Kjo është vetëm fillimi. Ne do të pikturojmë një jetë së bashku, Gjon. Një pikturë që nuk mbaron kurrë. Dhe kështu, nën mulirin me kasht, dy shpirtra që kishin qenë të humbur, gjetën njëri tjetrin. Jo me pasion të zhurmshëm, por me një dashuri të qetë, të thellë, si era që përkëdhel kashtën pa e thyer kurrë.